Dardania po shkon në zgjedhje me hapa të sigurt. Raporti i Gallupit për rendin për krimin nga Interpoli, CIA, FBI dhe Departamenti Amerikan i Shtetit ku Kosova është vend perfekt i paqt, ku marrëveshjet me Amerikën për armatime dhe për minierën e Trepçës, që jam i bindur se do t'jenë amerikanët. Kështu, opozita në kaos dhe në vajtime, Albin Kurti në realizimet me premtimet. Më vjen turp që Edi Rama kërkon të njollos pikërisht Vjosa Osmani, duke thënë se ai pas ka lobuar që të hiqen sanksionet e BE-s. Ore Edi Rama, Mitrovica toke askujt me harta në duar, ku ja mendon se po ja hedh? Pikërisht dardanëve që pa Dardani nuk do të kishte Shqipëri. Ne jemi kom sepse janë dardanët, kolona vertebrale e shqiptarisë. Edhe ata do dinë të gjykojnë pikërisht. Në 28 dhjetor ta shporrin jo vetëm klasën politike në Dardani, të lidhur me Serbinë, me listën serbe dhe Radojqiqin, por edhe ty do të marrin zvarr, sepse fryma e optimizmit e patriotizmit shqiptar nuk ka vdekur. Se ti je i marr, akoma beson në marrëzit e tua, po prangat po të vinë rrotull në zyrën tënde dhe të miqve tuaj. Ta kam thënë, në zyrë do t'i vënë, Amerikanë nuk ta falin ty, tradhtin dhe pabesim.